demi. Një shkrimtar, apo dikush që ndoshta nuk më kujtohet mirë, ka thënë një gjë që unë e pata mbajtur shnin dhe sot dua t'ua them juve o njerëz të shenjës demit. Ai njeriu shkruante: në psiqikën e një buri, e pavetdijshmja, instinkti pra, është kaotik, plot zhvillime shpesh të dhunshme e të parësyeshme, që zhvillojnë, por edhe që shkatërrojnë. Ndërsa në psiqikën e gruas, instinkti është një burim tepër interesant, plot imazhe dhe veprime të shenjta që arrin të shprehin kontradiktat e të gjitha formave të jetës në një harmoni të admirueshme. Me dy fjalë, burrat me instinkt o shkatrojnë o krijojnë, ndërsa gratë mbrin që kontradiktat t'i vënë në harmoni ndërmjet tyre, ta harmonizojnë gjërat. Sipas mënyrës se si unë interpretoj yjet, burrat e shenjës demit këtë javë deri nga fundi i vitit ndoshta do të kenë mundësinë që me instinktin e tyre gjërat t'i përjetojnë si gratë, ndërsa gratë do t'jenë në pozicionin e kundërt. Kjo në të përgjithshmen nuk ndryshon asgjë, por në marrëdhënie të drejtë për drejta ndryshon që ç'ke me të, ndryshon. Do t'jenë burrat ata që do të mundohen të bashkërendojnë gjithçka në jetën e përditshme, në punë, në biznes, në familje, kudo qoftë. Kurse gra e shenjës demit, ju gra të shenjës demit, keni kujdes që të mos shkatërroni atë çka partnerët tuaj po strukturojnë, po ndërtojnë. Në rregull?